Vëmendje, përdorimi i telefonit gjatë ecjes mund të shkaktojë osteoartrit. Shumë njerëz e përdorin celularin gjatë lëvizjeve të tyre të përditshme. Një studim i ri nga shkencëtarët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara, FH Campus në Vjenë, zbuloi ndikimin e përdorimit të një smartphone gjatë lëvizjeve në trup, në ecje dhe në kyçe. Shkencëtarët krahasuan ecje normale dhe të pandryshueshme me ecje gjatë përdorimit të smartphone-it. Studimi publikuar nga revista e njohur Helion u krye në një laborator më modern për të analizuar ecjen dhe lëvizjen në përditshmëri të njeriut në kohën reale. Subjektet ecnin përgjatë një kurstie të veçantë përpara ekranit të cilat projektuan mjedisin vizual. Paralelisht ata panë se personat që ecnin për një kohë të gjatë me telefonin në dorë dhe ishin të fokusuar tek ai, kishin shanse më të larta që të vuanin kryesisht nga osteoartriti. Për më shumë, shikoni videon më poshtë.